Sigurisht dje ndodhi ajo situatë që për herë të parë në Kosovë, që nga pas luta, por edhe që nga shpatja e pavarësisë, mandatari i propozuar për të formuar qeverinë, i dekretuar nga ana e presidentes, nuk arriti që të formojë shumicë parlamentare dhe nuk arriti që të sigurojë votën e 60 deputetëve të Kuvendit të Kosovës që të formuar qeveria dhe kabineti i tij i propozuar dje. Rrjedhimisht tani më situata është e qartë kuptimin edhe procedurale se si duhet të vazhdohet me tutje. Mirë, por ne si organizat, siç e kemi theksuar edhe dje me një reagim edhe me një komunikat, mendojmë që pavarësisht që ka hapësirë që të veprohet kuptimin procedural që të zgjedhet edhe një qeveri, besojmë që mundësia më e mirë që të zhbllokohet kjo situatë është që vendi përfundojë në zgjedhje të parakohshme, thjesht të vazhdojmë ose të mbahen zgjedhjet e reja në kuptimin që të kërkohet të ri legjitimitet i përfaqësimit qoftë konvent, qoftë edhe kuptimin e formimit të një kabineti qeveritar. Sa i përket hapave procedural, në 95 i kushtetutës, por edhe një gjykimi i gjykatës kushtetuese në vitin 2020, mendoj që i sqaron në detaje procedura se si duhet vazhdohet me tutje. Spari me qenë se mandatari i parë ka dështuar që të formojë qeveri, atëherë që nga sot presidenti ose presidentja e shtetit ka obligim ose ka mundësi që brenda 10 ditësh të ftoj në konsultim të gjitha subjektet politike parlamentare. Këto konsulta mund të zhvillohen fillimisht veçmas me secilin prej këtyre subjekteve, ose mund të ketë edhe një takim të përbashkët, të themi ashtu, me gjitha subjektet politike parlamentare dhe të shoh mundësi nëse ndonjëra prej tyre e propozon një kandidat tjetër i cili potencialisht mund të ketë gjasat që të formohet një qeveri. Pra, potencialisht një kandidat ose edhe një grup ose një parti parlamentare e cila i ofrohet presidentes në kuptimin e asaj që i ka gjasat reale që ta bëjë një qeveri 3, ose gjatë këtyre diskutimit ose diskutimeve presidentja mund të vlerësoj që në mungesë të gatishmërisë të vullnetit politik, në mungesë të themi ashtu garancës që ndonjëra nga partitë politike, qoftë partia e parë, qoftë e dyta apo e treta, apo partitë e tjera parlamentare kanë mundësinë që të sigurojnë një shumicë prej 61 deputetëve dhe në pajtueshmëri me vullnetin politik të tyre, atëherë edhe mund të vlerësoj që këtu nuk ka gjasa të formohet një qeveri e re dhe rrjedhimisht mund të hapë rrugën që të caktohen zgjedhjet e reja të parakohshme, zgjedhjet të cilat sipas afatit ligjor duhet të mbahen jo më vonë se 40 ditë nga dita kur shpërndahet kuvendi, por nga dita kur konsiderohet që nuk ka kuvend dhe nga ajo ditë llogaritet afati jo më vonë se 40 ditë kur mbahen zgjedhjet e reja. Në kuptimin kushtetues, presidentja, edhe në përputhje me gjykimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2020, gjykata me një farë forme i kërkon presidentit të shtetit që të bëjë përpjekje maksimale që brenda këtij afati 10 ditor të shoh mundësinë që të shmangën zgjedhjet e parakohshme. Kuptimin e asaj që të ftoj në konsulta, të diskutoj dhe të shoh mundësinë që të arrihet një kompromis politik qoftë së paku për një qeveri gjithëpërfshirëse ose edhe për një qeveri teknike, sepse ju e dini që kemi disa aspekte shumë të rëndësishme që duhet t'i kalojmë në Kuvendin e Kosovës, qoftë ligji i buxhetit ose edhe marrëveshjen ndërkombëtare. Mirë po, në situatën kur edhe presidentja e shtetit e vren që mungon vullneti politik për konsenzus, për kompromis politik mes subjekteve politike parlamentare, ne si organizatë e shohim të vetën mundësi që të shpallin zgjedhjet e reja. Dhe ato zgjedhjet e reja që të jenë një rrugëzidhje në kuptimin e asaj që qytetarët e Kosovës edhe njëherë të dalin para kutisë së votimit dhe njëherë të përcaktojnë vullnetin politik të tyre nëpërmjet votës së lirë dhe besoj që kjo do të jetë forma e duhur dhe forma e vetme që ne po përfundojmë sepse marrë për bazë dhe deklaratat politike që po i theksoni edhe ju dhe marrë për bazë dhe një farë lloj të themi ashtu hezitimi të partive politike parlamentare që të bashkëpunojnë njëra me tjetrën që të formojnë një shumicë parlamentare, atëherë nuk mbetet rrugë tjetër pos shpallja e zgjedhjeve të parakohshme, zgjedhje të cilat pastaj mbetet për të parë se si do të jetë rezultati i atyre zgjedhjeve dhe si do të jetë gjendja politike e shtetit pas përfundimit të këtyre zgjedhjeve.